Situata me vështrimet dhe rënja e temperaturave në disa zona ka bërë që t'i vështirësohet jeta edhe kafshëve. Mbjetesa bëhet më e vështirë gjatë këtyre ditëve dhe të gjitha këto unë kam kënaqësinë që përmes një lidhje të drejtë për drejtë të diskutojmë bashkë me Ilza Ramadanin nga Fondacioni për të Drejtat e Kafshëve. Ilza, faleminderit për lidhjen e drejtë për drejtë sot. Faleminderit juve. Atëherë besoj të gjitha këto temperaturat, vërshimet, ngricat ndikojnë edhe tek kafshët apo jo? Po, për fat të keq ndikojnë në mënyrë shumë negative, sepse ne e dim që shumica e mbysërive që kanë qenë, i mbajnë ata në oborret e tyre të lidhur edhe në kushte mjaft të këqija, ku nëse kishim pas ado pak lëvizje edhe një shtëpis të mirë të mbushur me materiale të nxehta, kishim mujt ndoshta me jetu edhe në gjatë dimrit jashtë, sepse ne edhe si kulturë si popull nuk i mbajmë shumë brenda qenë, si kurse në disa vendet e Evropës, por në anën tjetër kur janë qenë e lidhur në zinxhir shumë të shkurt, po dhe gjatë, edhe ju kufizohet lëvizja që të ikin edhe të mbrohen nga katastrofat natyrore, si në këtë rast, atëherë shumë e dhimbshme dhe shumë një fatkeqësi shumë e madhe për ta, sepse e dim që vetë nuk mund t'i ndihmojnë vetes tyre, por ka nevojë për njeriu. Edhe në këtë rast njerëz që kanë qenë në shtëpitë e tyre dhe shohin që vërshimet po përkeqësohen, është mirë që t'i lirojnë ata nga zinxhiri, që të mbrohen ata vetë paktën. Ilza, po cilat janë gabimet më të shpeshta që ne mund t'i bëjmë ndoshta edhe me vedije ose edhe pa vedijen tonë, kur mundohemi që të shpëtojmë një qen ose të ndihmojmë atë? Gabime në shpëtim, tash tu e krahasu faktin që disa kafshë se qenë edhe mace nuk gjejnë fare konsiderat ose vëmendje nga populli ose nga një lagje ku dhe ndodhet ndonjë fatkeqësi si kjo e tillë, ose edhe gjatë temperaturave të ulta gjatë dimrit. Unë nuk besoj që mund të ketë ndonjë gabim. Çka unë i sugjeroj njerëzve dhe qytetarëve është vetë mos t'i ushqejnë ndoshta në vende ku ka frekuentim të madh njerëzve, si shkollat apo spitalet ose kopshtet, sepse zakonisht aty pastaj ndodhin keq incidentet edhe keq kuptimet e mëdha, sepse shumë njerëz edhe friksohen prej qenve, edhe nëse nuk sulmojnë qent, njerëz ose prindërit e ndryshëm që i përcjellin fëmijët në kopshte ose në shkolla, pastaj friksohen shumë më shumë edhe mund të lindë një situatë, një bashkëjetesë jo e mirë mes njerëzve dhe qenve. Ne po shpresojmë që komunat në të ardhmen kanë me nda fonde edhe për vedisim qytetarëve, por jo vedisim sipërfaqësor, po vedisim serioz, ku tregohet që faji pse kemi kaq shumë qenë ndacak në rrugë është pse njerëz nuk i mbajnë siç duhet, i mbarshtojnë pa kontroll, i shesin pa kontroll, pastaj i braktisin pa kurfar kontrolle dhe pa kurfar ndëshkimi. Tu mos pastaj infrastrukturë strehuese dhe menaxhuese siç duhet komunat, përfundojmë me një situatë të tillë ku pastaj shumë qenë dhe mace përfundojnë duke vdekur ndoshta urie ose nga i ftohti, edhe në këtë rast nga vërshimet, sepse thjesht faktori njeri nuk ka ndihmu aq sa është dashur me ndihmu. Në rastet e tilla, Ilza, është shumë e rëndësishme konsideroj që të mos i harrojmë kafshët, sepse fatkeqësisht shumë shpesh bëhet ky gabim. Në vendin ton po, nuk po flas për vendet në rajon, po flasim vetëm për Kosovë. Se prapë në vendin ton harrohen, edhe për shembull edhe në këtë foto këtu, këta dy zagar qenë të racës zagar, janë me pronar, do të thotë se po vrehet zinxhiri në fyt, dhe këta i kemi pa në Gjilan duke u bredh vlerëshëm, do të thotë këta kanë aftësiri prodhuese, edhe kjo është një nga burimet ku vinë qenë ndacak, sepse edhe qenë me pronar vazhdimisht, përveç se braktisën ose klysht e qenëve me pronar, lihen edhe qenë të bredhin vlerëshëm dhe pastaj ata edhe mbarshtohen me qenë të tjerë në rrugë ose me zvete, edhe pastaj kështu mbushin lagjet. Do të thotë njerëz në këtë rast, pronarët e qenëve duhet marrin përgjegjësi. Nëse vetë nuk marrin përgjegjësi, duhet të jenë komuna dhe inspektorët veterinar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, po ashtu edhe policia, unë mendoj, edhe pse ligjërisht kjo nuk është ende e rregulluar siç duhet, po besoj që në një të ardhmen duhet të ketë edhe kompetenca policia që të kontrollojë njerëz se sa mirë po i mbajnë qenët e tyre, sepse po e shohim që pastaj mosmbajtja e përgjegjshme e qenëve po na shkakton shumë probleme siç e kemi situatën me qenë në rrugë.
Unë doja të ndalesha pak edhe tek rastet e fundit gjatë tyre ditëve që kanë të bëjnë me vërshimet. A është e rrezikshme që qenët të pinë ujë në ato ujëra, domethënë, të cilat realisht i kemi parë kanë qenë shumë të ndotura? Unë mendoj që më e rrezikshme është që qenët të vdesin nga vërshimet, sepse janë të lidhur. Do të shumë qenë në ambisiritë, si që cika më herët, janë të lidhur në oborre edhe nuk mund të ikin. Qenët e rrugës kanë një mundësi që të strukën dikon, të shkojnë tek, sepse kafshët edhe janë shumë inteligjente dhe unë besoj që mund të ikin, përveç ndoshta kryshëve dhe koteleve që janë shumë të vegjël dhe nuk mund të ikin si qenët e rritur. Po tash sa është e rrezikshme që të pinë ata ujë, unë ta them drejtë nuk i di me siguri edhe nuk mund të them që do të jetë keq për ta. Po më e rrezikshme është të vdesin nga i ftohti tash, se ne kemi pa që vërshimet kanë ndodhur, edhe pastaj ka ardhur minjëherë janë ul temperaturat, kemi borë edhe ngrica, kështu që kjo është më e rrezikshme, që qenët në lagështinë të ftohtë të vdesin pa pas mundësi që të ikin dikon ashtu qysh edhe njerëz kanë ikë edhe ndarku. Kështu që kjo është më e dhimbshmja në këtë aspekt, kështu që unë i ftoj qytetarët edhe zjarfiksit që duhet edhe t'i falenderojmë se kanë bërë një punë të mrekullueshme, edhe t'u ndihmu njerëzve, por edhe kafshëve. Në këtë rast kemi pa disa foto ku edhe qenët e shtëpive janë ndihmu që t'i ikin vërshimeve dhe ujrave të nalta, kështu që unë me të vërtetë i shpreh shumë falënderim zjarfikësve që edhe pse kanë shumë pak ndoshta trajnime për shpëtimin e kafshëve në këtë rast, ose edhe pajisje adekuate, e kanë bërë pamundurën që të ndihmojnë edhe kafshën këtë situatë të mërshme. Po, Elza, gjatë ditëve të ftohta, konsideroj se qenët bëhen më agresiv, ndoshta mungesa ushqimit, të gjitha këto e bëjnë të vetën. A preferohet strehim edhe nga qytetarët e thjesht nëse duan të marrin një qenë ndacak? Unë shpresoj që nëse qytetarët kanë vendosur që të marrin një qenë ose mace, mos shkojnë t'i blejnë ato, po t'i marrin nga rruga, kjo është shumë e rëndësishme, sepse kështu në vendet evropiane dhe në shumë vendet tjera të zhvilluara është zgjedhur situata me qenë ndacak, edhe pse në disa shteteve s'ka pas asnjëherë qenë ndacak, sepse vetë populli ka vendosur që t'i marrë ata nga rruga, ose t'i marrë ata nga strehimorët, ose mos blej atë shumë që pastaj të mos ketë vend për ta në strehimora apo kudo tjetër, kështu që nuk përfundojnë në rrugë sepse ja u hapin dyrë. Që shumë shpresoj që nëse njerëzit kanë vendosur të marrin qenë, në këtë dimër është shansi i mirë që të marrin një qenë ndacak ose një mace, nëse nuk kanë dëshirë që t'i marrin brenda tamam kështu në familjet e tyre, mund t'i strehojnë përkohësisht në oborret e tyre, ku gjejnë sadopak ngrohtësi qenë, në këto ditë të ftohta ose macet, edhe po shpresojmë që komunat, edhe pse ne si organizatë këtë kemi sugjeruar te komunat, por edhe te niveli qendror, që të ndihmohet pronarëve ose kujdestarëve të qenëve dhe të maceve me ndihma veterinare që të kenë sadopak qytetarët ndihmës në kastrim, sterilizim qenëve tyre që ose për qenë për kujdesen ose edhe macet në këtë rast, kështu që të kenë ndihmë në vaksinimin e tyre, regjistrimin e tyre, sepse nëse ndihmohet sadopak nga komunat ose niveli qendror në këtë rast qeveria, atëherë do të ketë pak më shumë vedije rreth kësaj punës qenëve dhe maceve, vaksinimit të tyre, kastrimit, sterilizimit të tyre, ndoshta dhe strehimit të përkohshëm ose të përhershëm të tyre. Kështu që fillohet ndoshta me një vedije shumë të mirë rreth mbajtjes së përgjithshme të kafshëve, dhe po besojmë që njerëz që vetëse kanë mendim ose dëshirë të marrin një kafshë, të marrin ato nga rruga. Apo e kemi këtë dëshirë, Elza, si popull? Unë e shoh që shumë pak. Gjithsesi ndoshta unë jetoj me një rreth shoqëror edhe familjar ku shoh që adoptojnë edhe merren qenë. Kështu që kjo t'jep shpresë, por në anën tjetër nëse bisedon me dikë tjetër, e sheh që qenë nuk janë as pak të pranuar as macet, edhe bili kanë edhe një urrëtie ndaj tyre që është e pashpjegueshme. Dhe unë shpresoj që njerëzit do të vëdisohen që pikëpari mos të ndihen keq nëse sillen mirë me kafshët. Nëse sillemi mirë me kafshët, nuk do të thotë që jemi tu sill më pak mirë me njerëzit. Unë mendoj që kjo tregon shumë për neve, sepse nëse sillemi mirë me kafshët, jemi të mirë edhe me njerëzit.
edhe anasjelltas besoj. Kështu që po shpresoj që njerëzit mos kompleksohen, por të ndihen më të fortë nëse i trajtojnë si duhet kafshët. Kështu që kjo është hapi i parë për një shoqëri që ta hap zemrën dhe mendjen ndaj kafshëve, edhe pastaj mos t'i lejë ato në rrugë, të lënduara, të abuzuara, edhe t'ja hapin dyrt, edhe t'i raportojnë të afërmit të tyre ose fëmijët e tyre nëse i abuzojnë kafshët në përgjithësi. Elza, nuk dua që ta përfundojmë këtë bisedë pa folur pak edhe për hipotermien. Si mund ta vrejmë që një qen është i rrezikuar nga ajo? Kjo është pothuajse edhe njëjtë si tek njerëz, ka dridhje të forta qeni ose edhe të lehta në fillim, edhe ecja e tyre nuk është e balancuar, shihet që është i friksuar, ndoshta nuk lëviz fare, po një dridhje lehtë ose fort mund të shihet tek qeni. Kështu që është shumë e rëndësishme që të reagojmë me kujdes, sepse kur janë atë gjendje dhe mund të kafshojnë, sepse friksohen ose edhe janë stres të jashtëzakonshëm dhe nuk e kuptojnë se çka po ndodh. Kështu që nëse kemi mundësi një batenie shtëpisë brenda, do të thotë që është e nxehtë, ta vendosim mbi kafshën, ndihmon sadopak nëse s'friksohet edhe ik. Por në anën tjetër nëse mund ta mashtrojmë disi me ushqim ose çka do, varësisht prej gjendjes që është mirë që t'i ndihmojmë që të strukët dikun ngratë, por jo dhe shumë ngratë, nuk është ideale as tek njerëz që të vendosim një herë pranë zjarrit për shembull edhe të tentojmë që ta marr veten, po është mirë që të lihet në një ambient të ngratë dhe ngadalë qeni apo dhe macja të kfillen në mënyrë vetvetiu nga i ftohti që e kanë përjetuar. Kështu që e di që është shumë vështirë për shumë qytetarë që ta bëjnë këto, sepse edhe është gjendje shumë e rëndë edhe vetë për kafshën, për qenin, por edhe në këtë rast vlen të thekë që edhe ne si organizatë po bëjmë thirrje vazhdimisht që komunat të kenë një fond emergjent edhe për shpëtimin e kafshëve në këtë rast, ku veterinarë të ndryshëm ose edhe njësi të zjarfikësve do të trajnohet ose bashkëpunojnë me ta, të reagojnë në raste kur ka nevojë për këto lloj ndihmesa, sepse ndoshta qytetarët dojnë ndihmojnë, por në ato momente nuk dinë si të reagojnë. Ndoshta në ato momente nuk janë afër një shtëpie ku mund ta ngrohin kafshën ose të japin diçka për të ngrënë. Kështu që është shumë e rëndësishme që të ketë një numër serioz, do të thotë edhe fiks, që mund ta thirrin qytetarët kur ka nevojë për ndihmë. Sepse jo gjithmonë është e lehtë të ndihmosh kafshën nëse edhe nuk ke informata të duara dhe pajisjet e duhura në atë moment. Po Elza, është bërë ndonjë kërkesë për fonde të tilla? Nga organizata jon po, kjo bëhet çdo vit ose edhe 2-3 herë në vit. Tash po presim edhe në formimin e qeverisë së re, edhe do ta kërkojmë këtë aspekt edhe një herë, por edhe nga komunat, sepse komunat e kanë përgjegjësinë kryesore që në komunat e tyre t'i mbrojnë kafshët endacake dhe kafshët e tjera. Elza, urojmë për ditë më të mira për kafshët në këtë rast, por unë do doja e di që dham shumë mesazhe gjatë kësaj bisede. Një mesazh përmbyllës nga ju drejtuar audiencës shikuesve tanë, ka qenëve, kafshëve në këto ditë të ftohta? Atëherë nëse kanë mundësi qytetarët t'i ushqejnë sadopak kafshët, mos t'i keq trajtojnë, sepse tash gjatë dimrit janë edhe më të shqetësuar, edhe luftojnë për mbijetesë, kështu që ne nëse sillemi mirë me ta, po besoj që kanë me u sill edhe më mirë dhe nuk fitojnë trauma nga njerëzit edhe si rrjedhimisht nuk kafshojnë pastaj. Kështu që po shpresoj që qytetarët kanë qenë më zemërmirë me kafshët e rrugës, edhe po shpresojmë që do të përmirësohet gjendja në cilën jemi. Elza, faleminderit shumë për kohën dhe për këto informacione që ndohat me ne sot. Si gjithmonë, kënaqësi.